Këto janë pamjet nga punimet e kantierit të aksit të plot Qukës-Qaf-Ploq, aks që do të shkurtoj distancën dhe kohën e udhëtimit drejt juglindjes së vendit. Rruga do të stimuloj po ashtu në perspektivë impulse të reja të zhvillimit ekonomik, me përfundimin e plotë të ndërtimit të segmentit Qukës-Qaf-Ploq, me gjatësi 43.4 km, do të shkurtohet rreth 30 minuta, koha e udhëtimit në aksin kombëtar Tiranë-Korçë. Kantierët e aksit të plot Qukës-Qaf-Ploq, punimet në të tre lotët, po vijojnë me ritme shumë të mira, me objektivin për të përfunduar ndërtimin e këtij segmenti të shumë pritur brenda fillimit të vjeshtës. Ky aks i rëndësishëm do të shkurtojë distancën dhe kohën e udhëtimit drejt juglindjes së vendit dhe stimulojë në perspektivë impulse të reja të zhvillimit ekonomik, ka shkruar ndër të tjera kryeministri Rama, i cili bashkëngjitur në postimin e tij në rrjetet sociale, ka publikuar edhe pamje nga ecuria e punimeve në këtë aks kaq të rëndësishëm, i cili pritet të jetë një frymarrje për gjithë pushuesit, por edhe qytetarët e juglindjes së vendit.